akoma më skandaloze, po kaq skandaloze janë përpjekjet e tij për të ndryshuar ligjët, për shkelmuar kushtetutën, për të cilësuar si persona të pa pezullueshëm, edhe ata të cilët në seri i pezullon vetë kushtetuta. Vetë kushtetuta ka parashikuar pezullimin e tyre nga detyra. Dhe kur kushtetuta parashikon pezullimin e tyre nga detyra, të gjykatës së lartë, sa po të vihet në ndjekje penale, të gjykatës kushtetuese, të kryetarit kontrollit lartë të shtetit, të avokatit të popullit, parashikon procedurën e shkarkimit të presidentit të Republikës. Edi Rama është i pashpresë, i dështuar. Asnjë ligj të tillë shqiptarët nuk do ta pranojnë. Tani, nëpërmjet zëdhënësit ti, Baton Stanisic, informon publikun se ka ndërmend ta mendoj kodin në të cilin të shkelmoj me dy këmbë kushtetutën dhe nenet e saj që garantojnë barazin para ligjit qytetarëve shqiptarë. Tani ai thot një lloj si në veprat e Orwellit, se të gjithë jemi të barabartë në fermën e derrave, po disa derra janë më të barabartë se tjerët. Kështu ka përgatit projekt ligjin për të mos lejuar arrestimin e zyrtarëve publik pa një vendim të formës prerë të gjykatës. Dhe të gjithë të tjerët po. Mjafton ky moment për të nxjerrë në pa shpirtin e tij të zi, të trazuar, projnë e tij psiqik, që s'njeh as i kufi, as i limit. Harron që për këtë qëllim janë prek koka mbretërish, shekuj më parë. Harron se para ligjit ka shekuj që qytetarët konsiderohen të barabartë. Për të gjitha këto, Edi Rama duhet largohet me njëherë nga pushteti. Denoj me forcën më të madhe qëndrimin dhe urdhrin e tij dje ndaj vasalëve të tij që të mos votojnë kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit Lubi Ballukut. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, ky është rasti i tretë në të cilin Edi Rama është vetë direkt i implikuar. Ai nuk hoqi imunitetin e Sajmir Tahirit, sepse ndante me te trofen e drogës dhe trafiqeve. Ai nuk hoqi imunitetin e Ndrikull Xhaçkës. E kuptoni ju vetë, sepse është aksioner në vjedhjen tokë publike të 10.000 metër katror. A mund të imagjinoni ju? Kryetari i Bashkisë Simar burgoset sepse ka firmosur dokumentat falsifikuar nga Xhaçkat, por lidhjet e tyre të ngushta me Ramën dhe interesa kriminale ekonomike
i bëjnë këta imun. Dhe ai tani nuk heq imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që fill mrapa shkon ai. E din që ai është kryehajduti dhe kreu i organizatës kriminale. Për të gjitha këto ka vetëm një zgjidhje, të dashur qytetarë. Dorëheqjen e tij të menjëhershme. Por siç është bërë ditur, siç është bërë tashmë, e qartë, Edi Rama nuk hiqet, nuk jep dorëheqje, Edi Ramën nuk e heq dot drejtësia, Edi Ramën nuk e heq dot komuniteti ndërkombëtar, por atë do ta heqin shqiptarët, do ta shembin atë një lloj si kultin satanik të Enver Hoxhës. Faleminderit. Zoti Berisha, ju keni denoncuar paralajmërimet që vijnë nga Brukseli edhe me ndërprerje të procesit të negociatave për shkak të mbrojtjes që Edi Rama po i bën Belinda Ballukut. Nëse deri në fund socialistët do të votojnë kundër në seancën plenare për heqjen e imunitetit të Ballukut, çfarë sinjalesh keni nga Brukseli, në një kohë që po përgatitet edhe për ndryshime ligjore për mbrojtjen nga pezullimi? Faleminderit. Sinjalet janë shumë të qarta. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, vendet më kryesore të Bashkimit Evropian kanë folë qartë para shqiptarëve. Asnjë pengesë drejtësisë shkarkohet Lubi Balluku të hiqet imuniteti. Në mëngjesin e punës që ka patur me ambasadorët kryesorë të Bashkimit Evropian në Bruksel, në një mençuri, nuk kanë preferuar talant të flasë gjatë, se kur e merr fjalën ai, nuk ka llapazan më të mërzitshëm, nuk mund ta imagjinoni ju. Ai nuk ndërpritet. Ai ka vesin që të flasë pa mbarim, të gri sallat pa mbarim, dhe këtë tani ja kanë marrë vesh të gjithë. Dhe kanë prit me kam të para. Nuk je këtu për të na dhënë shpjegime. Të kemi thirrë për të njoftuar. 1, 2, 3. Për ndryshe do kesh një raport shumë të keq. Raporti i keq, siç u rrodh, është xhbërja e procesit gjersa Edi Rama tjetë në pushtet. Pra, por ky s'ka interesa tjera. Ky është i gatshëm t'ia mbyllë Shqipërisë dyert e Bashkimit Evropian. Ky është i dal boje. Kudo që shkon, ky shkon si një langaraq i pa shok. Imagjinoni ju. Kur presidenti Donald Trump bombardoi bunkert në një operacion perfekt nuklear të Teheranit, ju kujtohet çfarë tha? Europa është paqja, tha, nuk merr mend nga Shtetet e Bashkuara për paqen. Është paqja. Është kultura e paqes. Është vetë paqja. Amerikanë, tha, vinë, hedhin ca bomba, e bëjnë me keq dhe ikin. E pat, e keni parasysh? Shkoi në bord dhe aty bajti një fjalë në veri si askush tjetër. Pra, është i damkosur si langaraqi i komunitetit ndërkombëtar.
Te kjo çështje të enjten, Edi Rama ka njoftuar se do të bëjë mbledhjen e grupit në pallatin e brigadave për të vendosur lidhur me qëndrimin zyrtar që do të mbajë për imunitet.